Policia e shtetit ka shënuar 113 vite që nga krijimi i saj dhe në nder të këtij institucioni u zhvillua një ceremoni me pjesëmarrjen e krerëve të lartë të policisë, efektiv dhe familjar të dëshmorëve të rënë në krye të detyrës. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, gjatë fjalës së tij tha se sot nuk festojmë vetëm një përvjetor, por një histori të ndërtuar përballë sfidave. Për kreun e policisë, 13 janari është një simbol i rendit, sigurisë dhe lirisë. Sot nuk festojmë thjesht një përvjetor. Sot nderojmë një histori, një mision, një institucion që prej 113 vitesh qëndron në këmbë përballë sfidave. 13 janari është një datë historike dhe jetike për vendin tonë, sepse pa rend nuk ka liri dhe pa siguri nuk ka të ardhmen. Proda vendosi theksin edhe tek dëshmorët e atdheut, policët e rënë në krye të detyrës, të cilët zanë jetën në shërbim të qytetarëve dhe ligjit. Gjatë këtyre 113 viteve, 231 punonjës policie, 231 dëshmorë, më të mirët prej nesh, dhanë gjithçka, duke vendosur jetën e tyre mbi çdo rrezik për të mbrojtur qytetarët dhe ligjin. Akti tyre sublim krijoi bazamentin mbi cilin ndërtohet besimi, forca morale dhe identiteti ynë institucional. Sot e përjet ata janë motivi i misionit ton dhe krenaria e policisë dhe gjithë shoqërisë. Emri i tyre është i skalitur në historinë e kombit ton. Sipas tij, vepra e tyre sublime është një motiv i fortë për të vijuar angazhimin e palëkundrur të policisë në shërbim të sigurisë, mbrojtjen e jetës dhe vendosjen e rendit në vend.